Në auditoret e degës së fizikës, ku numri studentëve është gjithnjë në rënje, Ines është ndër të pakta që ka zgjedhur të ndjekë këtë rrugë të vështirë, por plot pasion. Ajo rrëfen se dashuria për shkencat eksakte e ka bërë të mos ndjek trendin e viteve të fundit të zgjedhjeve që bëjnë bashkëmoshatarët e saj. Është diçka që ka nisur që nga fëmijëria, faktikisht, gjithmonë e kisha si idhull deri diku mund të themi. Profesorin ose mësuesin tim të fizikës në 9 vjeçare, unë mendoj se çdo degë ka vështirësinë e saj në fund të ditës, por pasioni që mund të kesh për një degë specifike të bën që ti të kalosh këto vështirësi. Ines shton se njohurit në shkencat eksakte i shes një investim të sigurt për të ardhmen, në një treg pune që po furnizohet çdo ditë më pak me specialist, duke rrezikuar të përballet me mungesë të diplomuarve në këto fusha. Duke marrë parasysh se ka një interes shumë të pakut si degë, mund të themi që deri diku është drejt mbylljes, tregu i punës është shumë më i favorshëm për ne. Sidomos në degët e mësuesisë. Degë si fizika, kimia, matematika apo disa prej gjuhëve të huaja vijojnë të mbeten më pak të preferuarat nga maturantët, duke rrezikuar të ardhmen e profesionit të mësuesisë. Fakulteti i Shkencave të Natyrës ka reformuar programet e studimit për t'u afruar më shumë me kërkesat e tregut të punës, por përballë orientimit aktual të tregut, duket se këto drejtime do të vijojnë të luftojnë për student.